Lexojmë nga Dhjata e Vjetër me hirin e Zotit nga libri i Jobit. Kapitulli i 19, kapitulli 29, më falni nga paragrafi i parë, nga fillimi. Është një diskutim që bën Jobi me veten e tij. Jobi e rifilloi ligjëratën e tij dhe tha: "Asikur të isha si në muajt e së kaluarës, si në ditët kur Perëndia më mbronte, kur llampa e tij shkëlqente mbi kokën time dhe me dritën e saj ecja në mes të errësirës, siç isha në ditët e pjekurisë time, kur mendja e fshetë e Perëndis kujdesej për çadrën time, kur i plotfuqishmi ishte akoma me mua dhe bitë e mi më rrinin për qark, kur laja këmbët e mia në gjalp dhe shkëmbi derte për mua rreke vaj. Amin. Perëndia ja mori të gjitha. E ka quar në një gjendje tragjike. Dhe mundësisht forca e tij, ku ishte pasuria e tij, kafshët e tij, domethënë pasuria e tij në atë botë atëherë ishte një pasuri me pushtet, që kishte pushtet mbi të varfër, mbi të qalë, mbi që t'i hap një rrugën kur kalonte. Mbase nuk ishin në dakord me ato që thoshte, mbase disave nuk ju pëlqente Jobi, por vetëm që kishte kaq pasuri, të gjithëve i nxirrte në një anë. Dhe kështu mori edhe dashuritë e tij, domethënë dashuria e tij ishin fëmijët e tij. 7 djemë dhe 3 vajza me një lëvizje u zhduken. Dhe aty ku qëndron mirë sikur ishte papritur i vinë 3 lajmëtar. Gjithë secili prej tyre i sillte nga një të re, dhe Jobi gjendet i varur në zero, as kërkun, domethënë. Domethënë një njeri i cili ishte i patëmet, thot shkrimi, ishte i drejt, dhe pyet dikush dhe thot, ma ky Perëndi, një Perëndi i tillë, i shkrimit, që e shohim në shkrim, mos është i pa drejt. Dëgjoj njerëz që thojnë se Perëndia që besoj është i pa drejt. Por unë sot do të zgjerohem pak, nuk do të qëndroj në ato mendime të këqija, sepse këto janë mendime për ato që nuk e njohin Perëndin. Ne duhet të dimë dhe të jemi të vendosur dhe të qartë se kush është ky Perëndi që quhet i pa drejt për mua. Domethënë mua më ka bërë të pa drejt Perëndia. A mund të them se në jetën time, që kur erdhi Zoti, nuk më ka bekuar? Jam 31 vjet tani në besim, dhe më qën nga padrejtësia në padrejtësi, domethënë ma bën me borxh Zoti? Nuk mund ta them këtë. Atëherë pra duhet që Jobi të hynte në këtë ligjërat, në këtë çështje, në këtë lloj mësimi, për të kuptuar Jobi se nuk i përket asgjë. Të gjitha janë sipas hirit të dhëna nga Perëndia tek njeriu. Dhe në këtë ndërtesë të ndërtoj një njohuri të re me Perëndin, ku kjo njohuri nuk do të ketë pshërëtima. Kaloja dhe kalonin njerëzit më të rëndësishmit dhe i lëshonin vendin të ulej, nuk do të ketë të tilla, por do të ketë një përulje të thjesht, dashurie që të njohë Perëndin. Domethënë Jobi tani duhet të mësoj, ashtu sikurse dhe ne duhet të mësojmë dhe të dimë se çfarëdo që bëhet në jetën time, përse e lejon Perëndia? Ose do të jetë për mësim, ose do të jetë për provë. Por unë e di këtë brenda mejet, nëse është për mësim apo për provë. Nëse nuk qëndroj mirë,
Perëndia do të sjell vështirësi në mua. Në qoftë se kam mendime të ndryshme, nuk eci, nuk bie në dakord me te, atëherë Perëndia do të bëj që të vështrisohem dhe nuk lën askënd të pa informuar Perëndia kur ndërhyn për diçka që ka të bëjë për shpirtin e njerëzit. Dhe pse e bën? Në të kundërtën, nëse është provë, aleluja. Aty do të lavdërohet Perëndia im. Mjafton që të qëndroj në Zotin. Atëherë pra do të jetë i informuar njeriu i rilindur sot. Ai që e ka njohur Krishtin në jetën e tij për të gjitha çfarë bëhet të përditshmet e jetës së tij. Sigurisht që Jobi qëndroi shumë mirë. Të gjithë e dim historinë e Jobit dhe mundësisht nuk e blasfemoi Zotin, ndërsa gruaja e tij shkoi dhe ja bëri një kërkesë të tillë dhe i tha atë të tmerrshmen, duke i thënë vetëm të mirat vetëm të mirat do të mbajmë nga Zoti, nuk do të pranojmë dhe të këqijat. Ne të rilindurit nuk duam të këqijat. Duam vetëm të mirat. Domethënë jeta ime të jetë një livadh dhe të vrapoj unë në mes të livadhit. Nuk është kështu. Prova është sëmundja. Provë është kur një vëlla, mbase i pa mend, të më shqetësoj kohë pas kohe. Ose provë është gruaja ime, që s'ka dëgjuar akoma, apo një burr që s'ka dëgjuar akoma, një motret. Provë për ne janë fëmijët tonë. Dhe kam thënë dhe herë tjetër, kur një fëmijë largohet nga trupi i kishës, babai dhe nëna nuk do të jenë që ti tregojmë me gisht, por do që ti përqafojmë. Domethënë unë kam 3 fëmijë. Iku një fëmijë i një vëllai tjetër dhe ku ta di unë nëse nuk do të ikë edhe fëmia im. Pra me atë që unë vëllezërit që kanë humbur fëmijën e ty për një farkohet, them unë, nga kisha, në të njëjtën mas do të matem edhe unë. Çfarë dua edhe unë? Të më mas Perëndia edhe mua dhe të gjendem me dashuri të mangët? Jo, do të kem dëmshuri për vëllain dhe për motrën dhe një lloj do të dua edhe unë nga të tjerët që të më duan. Do më thënë, me një prezencë reciproke kështu, do më thënë lejon Perëndia të bëhen gjërat e tilla dhe nëpërmjet sjelljes të vëllezërve dhe të Perëndis, kuptoj se zemra e kishës ku godet dhe Perëndia më ruan patjetër. Unë nuk mund të kuptoj dhe nuk e shoh askund të shkruajtur që të mos qëndrosh mirë me vëllezërit e tu për të jesh mirë me Perëndin. Kjo nuk ngjitet njëra me tjetrën. Nëse nuk e kam mirë me vëllezërit dhe me motrat, nuk e kam mirë as me Perëndin. Mendoj se e kam mirë me Perëndin. Domethënë, eci në errësirë me pak fjalë. Dhe mundësisht bëhem edhe e bëj dashurinë e Perëndis, domethënë, sikur Perëndia më don mua, kurse ty nuk të don. Bëj domethënë si pjesë time në dashurinë e Perëndis, ndërsa jam në mes të gabimit. Perëndia patjetër që na don, por duhet të kem kujdes edhe unë, ecjen time që të jetë sipas karakterit të Krishtit. Për këtë arsye edhe Pali therret dhe thot, bëhun imituesit e mi sikurse unë i Krishtit. Nuk solli karakterin e tij. Të gjitha sa kishte Pali i shkarkoi nga vetja e tij dhe nuk mbajti asgjë brenda tij. Duke krahasuar me njohurinë e mrekullueshme të Jezu Krishtit. Këtë do ta bëj edhe unë në jetën time. Domethënë në çdo haptimin, në çdo problem timin, në çdo mendim, në çdo vendim që marr, do të shkoj sipas asaj që do të Zoti. Nuk vej përpara Zotin, do të vej përpara veten time dhe kur vej përpara veten time, është sigur që do të bëj gabim. Duhej pra që Jobi të kalonte në këtë provë, duhej që të vinin këto 3 ngushëlluesi që erdhen për t'i folur, duhej të kalonte të gjitha ato që i thonin, që t'i kuptoj, që ta kuptoj se ato të 3 ishin atje nga Perëndia dhe shpeshherë Perëndia vën vëllezër që të na sjellin në vështirësi. Perëndia i vën, mos e vej me vëllezërit pra, Perëndia i vën. Dhe çfarë të bëj vëlla?
të shkosh të lutesh, të ndërtosh altarin tënd që të flasë Perëndia dhe të kesh informacion të frymës të shenjtë se përse lejon kështu Perëndia. Ekziston një fenomen që bëhen organizata, grupe. Këto nuk do të jenë në kish. Një shoqëri këndej, një shoqëri andej, njëri jashtë, tjetri brenda, këto nuk lejohen. Kështu nuk bekon Perëndia. Unë dua të jem i dashur me të gjithë, dhe veçanarisht me ato që nuk më duan. Shoh zemrën time, shef zemrën tënde. Je në rregull, qëndron mirë. Je i pastër sipas fjalës të Perëndis, sepse këto është e shkruar. Nuk është se kaloi një herë Krishti më tha diçka dhe mos vallë se kuptova mirë, mos diçka se kapa të qartë dhe isha si përgjumur. Jo, është e shkruar fjala e Zotit. Në çdo moment hapi fjalën e Perëndis dhe tërheqi çfarë të doje Krishti që të më jap dhe të bëhet në jetën time. Nuk mund të them unë se nuk e dija, nuk e kuptova apo më kaloi. Jo, është e shkruar, është këtu. Pra, duhet që të kuptoj Jobi se Perëndia i përgatit një ecje të re. Shkojmë tani tek mesazhi. Çdo provë që lejon Perëndia në jetën tonë duhet të hyjë në zemrën tonë se kjo është për të na rikoperuar, për të na ndrequr. Ka raste ku duhet 1 muaj, 2 muaj, apo 5 muaj, apo ka dhe raste të tjera që donë vite që të rikoperohet njeriu. Dhe pyet njeriu dhe thot, ma mirë, përse Perëndia më harroi mua? Jo, askënd nuk harron Perëndia. Unë personalisht dua t'ju them se isha lutur dikur, sa më shumë kohë të mbaj një provë, kaq më i bekuar del njeriu. Mjafton që të qëndroj. Dhe kam parë në këto vite që kur ma tha Zoti në një lutje, se vëllezër dhe motrat që qëndrojnë vite, unë nuk ju afrohem as deri të gishti i vogël i tyre. Janë të vënë shumë sakt në vendimet e tyre, nuk është se nuk bien, por ngrihen, shkundin pluhurin shpejt dhe vazhdojnë. Nuk lëvizin me asgjë nga këmbët e Krishtit. Raste, burri e la gruan iku, apo grua e la burrin iku, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet në base, di një rast që kam në mendjen time, tani 30 vjet. Burri, dhe qëndrën, i ri, i bukur, qëndrën. Përse qëndrën? Do ta shohim, sepse don të shkojë në qiell. Dhe kur diskutoja me atë vëlla, një vëlla i mrekullueshëm, zbulesat që jepte Perëndia, unë kisha zili kur i dëgjoja. Dhe më kujtua vetja ime, kur Perëndia, kur e njofta fillimisht, i them dua të më japish eksperjenca. Do më thënë, nuk dua të më vi vëllaja për motra të më thotë se Zoti atëherë kështu mua, bukur, shumë bukur, lavdi Zotit, por unë i dua personalisht. Nuk duhet që mua Perëndia të më japë provoja. Të më japësh provoja, o Zot, që të rënjosësh në mua. Do më thënë që të di se ku kam besuar. Si e thot Pali, me prezencë. Me prezencë ta them edhe unë tani. Kjo nuk është edhe kollajt. Erdhen shpesh herë rastet që u pendova dhe them, Zot, ta marr mbrapsht këtë. Vitet e para të besimit tim nuk kishte muaj që të isha i qetë. Ndiqja ku të ishte. Dhe më kujtohet vetja ime, nuk e them për mua tani, më fali, por dua thjesht më kujtohen dhe flas për mësimin. Më kujtohet isha në një baqe të madhe, të kem një gjyq shumë serioz dhe të kem rënë në atë baqe poshtë një ulliri në tokë, nuk më prishte punë nëse më shifte kush. U gjunjëzova aty tek ulliri, ngrita duart lart dhe s'më prishte punë kush më shifte apo kush më dëgjonte. Dhe thirra me të madhe, i dëgjon ato lutje Perëndia. Në atë moment ngrihesh, pastaj më dëgjoj Zoti apo s'më dëgjoj.
Perëndia kur dëgjon, ndërhyn dhe vepron. Kur u bë gjyqi, zgjidhja që u dha ishte e mrekullueshme, e pabesueshme. Çfarë dëgjoi Perëndia? Jo klithjen e buzëve të mia, por klithjen e shpirtit tim. Këtë don Perëndia nga ne. Domethënë, ai njeri që ecën dhe kalon në këtë lloj provet, ku e don Perëndia? Jo në një thjesht, në një lutje, jo thjesht që të duket në kish. Jo thjesht të thotë se unë kam 40, 30 apo 50 vjet në kish. Nuk i intereson kjo Perëndis. Perëndia don që kur të gjunjëzohem përpara tij, të jap zemrën dhe shpirtin tim dhe frymën time tek ai. Dhe të vi në një bashkim të plot me Perëndin. Është lehtë, nuk është lehtë të mos ngrihesh shpejt nga lutja. Nuk është kam shqetësimet e mia, nuk është edhe kollajt kjo, vin mendimi në lutje, jo nuk është edhe lehtë të mbash, por kjo është një betejë që duhet bërë. Dhe mundësisht këtë betejë flet dhe na sjell aty ku duhet Krishti. Thot pra tek Luka, sepse ku është thesari juaj, atje është edhe zemra juaj. Kam kap zemrën time në dhjatën e re, ndërsa lexoja atë të parën herë përpara 31 vitesh pak a shumë, po them, Zot, zemra ime këtu është, ja ku është, merre, ti je o Zot, thesari im. Domethënë ti mbush gjithçka timen, trup, shpirt, frymë, mendje, gjitha. Jepja makinës, lutesha. Çfarë do që bëja? Punoja, lutesha. E ndjeja aty, pa tjetër që e ndjeja. Vinte prania frymës të shenjtë me mbushte, me mbushte. Sot përse ndryshoi kjo cilësia e marrëdhënies time me Krishtin. Kurse tjetra është të mendoj se kam lidhje me Perëndin, por kam tjetër ungjill brenda mejet. Tragjike edhe kjo, domethënë kur ekuilibrohet dashuria e Krishtit me njeriu, duhet të jetë ekuilibruar. Domethënë të lutem, të më flas Perëndia dhe të di se nuk jam çmendur. Më flet Perëndia im, ndryshe nuk e di se ku kam besuar. Thot, ku të jetë thesari juaj, atje do të jetë dhe zemra juaj. Dhe vi tani përsëri tek zemra ime. Në fillim ishte dashuria e parë, plot isha, i mbushur. Thesar qiellor plot. Dhe hapja dhe nxirrja, merrja, hapnim, merrnim, vëllezër, përçafime, vëllaim të dua dhe ndjeja. Sot me çfarë jam mbushur? Me çfarë është mbushur zemra ime? Do t'ju them. Kalojnë vitet, njihemi shumë me njëri tjetrin, vim në një gjendje sa arrin deri në jo ndërshmëri të plot dhe jo vetëm për njëri tjetrin, por akoma edhe përpara Perëndis. Dhe kur vim në kish, thoja, këtu është Perëndia. Këtu është Perëndia. Dhe më kujtohet kur iknim me vlla Sotirin nga Europoja, kishte një zëstav makinë, i binte skrapamenta në tokë kur lëvizte dhe nga lutja nuk mungonim. Sot vim në kish dhe të them, po të shkoj të shoh përsëri atë person, po sa tragjike, Të futem në kish dhe të mos vi të takoj Krishtin, por disa apo dikënd që nuk më pëlqen shumë. Ma çfarë bën, thot Perëndia? Këtu do të thotë se zemra jote është këtu, në këtë. Do më thënë, vëllezërit dhe motrat, është thesari i parë që të tregova. Si u bë kjo? Kur erdhe fillimisht në besim, nuk thej për të gjithë këto njerëz që janë të shenjtë. Po, thoja, po, gratë, me flokë të bardha, me veshjet e tyre të hishme. Sot, çfarë është bërë?
çfarë ka ndodhur? Do me thënë, hyri kisha drejt vullnetit të botës? Përse nuk futëm në kish me frikën e Perëndis, grua, burra apo fëmijë, me frikën e Perëndis të hymë? Përse nuk vinë në kish dhe të shoh vëllain tim më të madh se veten time? Ma çfarë më thot tani mua Jani apo Jorgo apo Vasili vogël, them tani për një shembull kështu. Un jam, të ka mirë, të kaq vite, si jam unë. Je hapsajt. E them tani që është edhe kampionati botnor, hapsajt. Nuk është e kënaqshme kjo në veshjet e Perëndis. Nuk kënaqet Zoti, por në darkë do të shkoj, do të lutem Zot, lavdi, aleluja. Jo, vëlla dhe motër. Jo. Ky është gabim. Tani marr përsëri zemrën time në statet fillestare. Do të shkoj të lutem së pari për mua. Nuk i prishte punë Jobit kur kalon të natë provë për gruan e tij apo pra të tre të tjerët, por thjesht i dëgjonte. Jobi në atë moment kërkonte të gjente një zën nga Perëndia. Përse? Sepse kur shkonte dhe flijonte për fëmijët e tij, e dinte se Perëndia do të interesohet për fëmijët e tij. Dhe kjo nuk u shemb kur vdiqen 7 djemë dhe 3 vajzat e tij, por erdhi në një ngushticë të madhe dhe këtë e thot edhe Perëndia për te. Dhe për këtë arsye mbi te ishte qielli që e shif të gjithnjë. Për këtë arsye i dha dhe lejen Satanit Perëndia për ta prekur. Kur unë kaloj pra një provë, jo mësim, por provë, duhet të di se kjo provë është e firmosur nga Perëndia. Atëherë pra është në rregull, do të kaloj. Zemra ime pra duhet të jetë sikur don Perëndia, në mënyrë që të mundem të kem lidhje me Zotin, që të marr informim prej tij dhe të eci sikur të doj Zoti. Janë të vështira gjërat me Krishtin dhe ne kemi bërë të kollajta. Thot këtu, dëgjoni se si thot. Unë thot, zjarr erdha të hedhim mbi tokë, kam pagzim për të pagzuar dhe pyet. Mendoni se erdha të jap paqen mbi tokë? Ti çfarë thua, o i rilindur? Se do të kesh paqe në jetën tënde? Nuk do të kesh paqe, nuk do të kemi paqe. Nuk do të kem paqe nga biri im që s'ka besuar akoma, nga burri, nga gruaja që s'kan besuar akoma, nga të afërmit e mi dhe nga të gjithë sa Perëndia lejon të bëhen. Nuk do të kemi paqe, nuk duhet të kemi paqe. Paqe me kë kam me qiellin. Paqe me kë kam, me vëllezërit e mi, por të gjitha çështjet e tjera nuk janë paqësore, nuk mund të jenë paqësore. Nuk mundem tani të jem unë shok i ngushtë ose i ngjitur me një njeri në botë, nuk mund të bëj punë me një njeri të botës, si do të kem paqe? Do më thënë, 5 ditë në javë, do të jem me bashkëpunëtorin tim të botës dhe pastaj do të vinë në kish, përshëndetje vëlla dhe motër dhe kështu. Ma unë e kam marrë pra prekjen e botës 5 ditë që kaluan. Si do të flas atëherë? Unë shkoj te klientët dhe më thojnë fjalë të pista, të kam dhënë të drejtën, e marrin vet ato të drejtën që të flasin fjalë të pista. Pra të gjitha këto duhet të vinë në jetën tonë. Ndarja e familjeve tona, këtu si e shef Zoti, shef zemrën tonë. Nëse Perëndia kishte frikë në thonjza nga Jobi, ishte të mos e blasfemonte. Por nuk e blasfemoi Zotin kurr. Por nëse Perëndia ka frikë diçka nga ne, në thonjza them këtë ka frikë, është zemra jon të mos lodhet, të mos rëndohet nga shoqëritë e kësaj bote dhe të themi më lër rehat. Pra, janë shumë gjëra serioze këto, kështu i lexoj dhe them o Krishti im, sa i mangët jam. Jam i mangët i pari unë. Pash tani
një çështje me nipin tim, djalin e djalit, me Vasilin e vogël, ku pësoj 1 orë sëmundje, domethënë, dhe doktori tha se do të kishte ikur pas asaj goditje që pësoj. Në koma ra për 1 orë. Rash në gjunjë dhe kuptova çfarë do të thotë të lutesh, dëgjoni njeriu unë, të lutesh me të përbrendshmet e tua. Dhe ndërsa qava me gjithë forcën e shpirtit tim dhe ju luta Perëndis, më tha Perëndia, ringjallje. Dhe them unë, ringjallje do të thotë shërim, Zote, kështu pyesja Zotin. Shërim do të jetë. Kur u ngrita dhe pastaj ditën tjetër fola me një vëlla atje nga Kreta, më tha se fëmia duhet të kishte ikur. Dhe aty më kujtua fjala se është ringjallur. Pra kur lyejmë me vaj të sëmurët, nuk do të shërohet askush, nëse nuk e bëjmë sikur e don Perëndia. Na pëlqen apo s'na pëlqen kjo? Lyrja me vaj duhet të bëhet me të përbrendshme tona lutja. Jo nga i sëmuri apo peshkopi që lyen me vaj, sepse unë base jam i sëmur, unë lutem për veten time, për të tjerët. Nuk jemi në një dhomë vete që bëjmë lyrjen me vaj. Lyrja me vaj bëhet në prani të kishës. Nuk mund të flasësh në orën kur bëhet lutja me vaj. Nuk e lejon Perëndia këtë. Nuk e len pra Perëndin që të shëroj. Dhe them dhe për mua këtë. Dil për jashtë dhe fol. Nuk mund të shohësh telefonin tënd në orën kur bëhet lutja që lyhet me vaj. Nuk ta ndalon kush që ta shohësh telefonin, por jo në orën kur tjetri vjen për të shëruar dhe lyhet me vaj. Janë serioze këto gjëra, vëllezër të motra. Nuk mund të vi në kish dhe të skandalizoj të tjerët, veshjet, sjelljet të rinjt u flasin të moshuarvet sikur të jenë shok të ngushtë me njëri tjetrin. E papranueshme kjo. Dhe pyes veten, mësim nga shtëpia e tij nuk ka ai fëmijë që flet kështu. Nuk i kanë thënë prindrit e tij se kur të flasësh me të mëdhenj të jesh i kulturuar, ti respektosh. E shihni mbas edhe ju këtë. Vajzat vinë të veshura, të dielash veçanërisht, sikur të dalin për parad mode. Më vjen keq që e them, por kështu është. Si është e mundur që një vajzë 15 apo 13 vjeçe të futet në kish dhe forma që ka veshur të duket gjithë forma e trupit të saj. Në shtëpinë e saj çfarë bën ajo? Kënaqet Perëndia, ma është fëmijë i bekuar, ka profeci. Ma si është e mundur që një fëmijë i bekuar, djalë, vajzë, burrë si tjetë, ta vizitoj fryma e shenjtë, të ketë profeci, por të duket i gjithë trupi i saj. Këtë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj këtë. Domethënë, kam gjemb në zemrën time, nuk e kuptoj. Si do të bekoj kështu Perëndia? Si do ta jap bekimin e tij? Vajzat me djemt, flasin, hapur, shok. Unë kur hyra për para 30 vitesh në kish, nuk ishin kështu gjërat. Tani ku është faj? Interneti është, mos kanë faj peshkopet, ne kemi faj, nuk e di. Nuk kontrolloj mirë fëmijët tonë. Unë çfarë dua? Praninë e Perëndis dua. Dua të shoh në kish praninë e frymës të shenjtë, në mënyrë të fuqishme. Tani disa mbase mërziten, por kështu është e vërteta. Dhe nuk mundemi t'ju flasim fëmijëve tonë. Kur priste flokët djali im, bënte atë këtë tullën gjysmën e kokës, dhe i them, djali im, unë dua të bësh dhjak. Unë do t'ju them që të mos të bëj vëllai dhjak në qoftë se ti nuk ndryshon mënyrën së qethurit.
e ndryshoj. Nuk bën hadër Perëndia. A don të jesh ashtu sikur je? Ku të ka vend Perëndia? Dhjak, peshkop, duhet të jesh, të jem sikur thot fjala e Perëndis të jemi. Ndryshe, nuk vjen bekimi i Perëndis. Mos prit nga tribuna një njeri që i thosht, ti të të shofësh betejën tënde personale. Jobi çfarë bëri? Hodhi shikimin e tij Perëndia mbi te, nuk pa tek të tre të tjerët, nuk i interesonte as për gruan e tij as për të tre të tjerët, por Perëndia shikonte Jobin. Ai ishte që stërvitej në atë moment dhe priste që të qëndronte Jobi. Ty të ka vënë kokë në shtëpi, mua më ka vënë, peshkopet, do të thrasim, nuk shkon mirë kështu, nuk bën kështu, dhe të gjitha këto bëhen nëpërmjet unitetit. Shikoni se që thot Pali. Me bën përshtypje, sepse nga një herë Pali duket të mos ketë dashuri. Dashuri ka, por thjesht nuk luan me fjalën e Perëndis, nuk luan me fjalën e Zotit. Flet për gratë dhe thot se gratë e tuaja të heshtin në kish. Të heshtin. Mos fol në kish. Nuk e thot tribuna, nuk e thot burri, nuk e thot peshkopi, nuk e thot dhjaku, nuk e thot bariu i kishës, por e thot Pali, e thot fjala e Perëndis. O fute në kish. Merë shamin tënde, ulu në lutje dhe jo shumë fjalë. Pa fjalë fare. Dil jashtë dhe thuaj që të duash. Këto i them edhe për mua, ku bëj edhe unë gabim, flas mbase edhe me peshkop të tjerë në orën e lutjes. Nuk e nxjerr veten time jashtë, pra të gjitha këto na i thot Pali dhe përse i thot? Që të zbres prania e Perëndis në mes nesh. Ka kish që shkoj dhe më ka bërë përshtypje kaq të madhe në 7:30 kisha është pak a shumë të gjithë të pranishëm. Dritat e ulura dhe profecit njëra pas tjetrës deri në orën 8:30 që do të vazhdojë predikimi. Mbaron predikimi, të gjithë poshtë, lutjen, lyrin me vaj në mënyrë të mrekullueshme. Përse? Dhe iku dhe fluturoi nga gëzimi. Përse? Sepse zbret prania e Perëndis kështu. Ma përse të jetë një kish dhe të mos jenë të gjitha kishat kështu? Përse të mos jetë edhe kisha ime dhe kisha tjetër në krah? Nuk dua të vi dhe të flas në lutje, por dua të vi të më mbush me frymë të shenjtë Perëndia. Si do të më mbush ndryshe? Si do të më mbush? Derisa flas me tjetrin? Flas me njërin, flas me tjetrin dhe çfarë thot? Sepse nuk ishte falur për ta të flasin, por të nënshtrohen ashtu sikur se thot ligji, për gratë thot. Dhe flet sot tek një grua dhe të thot fjalë që si mbledh do të më. Dikur më thirrën të më bëjnë një tovolinë me mish derri të egër. E hëngër mishin e derrit të egër dhe na hëngri mishi derrit. Kishin ardhur disa vëllezër të vjetër nga kisha e madhe një kisha Atikis dhe me sulmuan. Thot, vëlla tani që hëngrem derrin e egër, ja na thuaj, gruaja, a mund të mbath pantallona? Shikoni, tani këto janë gjërat e para që mund të mësoj një njeri në kish. Una mund të veshi fustan. Të veshi një fustan dhe të dalë të predikoj. Por ja që e pyetën sepse donin të me të ndonin. Thua se më të ndonin mua, fjalën e Zotit të ndonin. Dhe pas i thash shumë thjesht, sepse e dim shumë mirë se çfarë bëhet, nuk duhet gruaja të mbath pantallona. Thot, do të them unë, të më mësoj tani ajo grua. Thot, do të them unë, se cila është gjëja që duhet bërë. Ma ka thënë bariu, nuk ma ka thënë bariu i kishës time, nuk ma kanë thënë as shërbesat, po hajde ma thuaj ti. Dhe thot, nuk është që nuk thot fjala e Zotit të mos mbath pantallona burrash, nuk do të mbath pantallonin e burrit të vet, kurse pantallonat e tjerë mund t'i mbathe.
Po, thash, ç'bëhet kështu? I them, më fal, ti mundesh domethënë të thot Perëndia të shkosh pantallonat e tjetrit dhe ti mbathesh? Apo pantallon tëndin? Mundem, më that. Aty ndalova diskutimit me te dhe u qova dhe ika. Pra, ruhemi. Se çfarë dëgjojmë, çfarë themi, sa të kujdesshëm duhet të jemi. Domethënë, çfarë të ka dhënë Zoti? Një thesar. Çfarë ka ky thesar në te? Së pari, perëndishmërinë. Ku e dinim ne ç'ishte perëndishmëria? Të kishim frikën e Zotit. Sharjet që thonim, fjalët e pista që nxirrnim, të mësoj për shejtërimin, të shejtërohemi, të mohosh të keqen, të zgjedhësh të mirën. Thesari është ky. Ku i dinim këto ne? Të hapesh fjalën e Perëndis, kush do të qofsh, çfarë do moshe të kesh, dhe të futesh në te, në thellësitë e Perëndis. Të shofësh njerëz të thjesht të ngjitën në tribun, njerëz të thjesht, s'kan nxjerrur shkollë theologjike, dhe Perëndia nëpërmjet frymës të shenjtë të marrë gojen e tyre dhe të vijë fryma e shenjtë dhe të themi sot fryma e shenjtë me tronditi. Ku i patëm këto gjëra përpara? Domethënë të vish zjarr, të digjet shpirti dhe fryma jote dhe të dëgjosh një mesazh dhe të ikësh duke fluturuar nga gëzimi. Amen, vëllezër dhe motra. Kjo është pasuria e qiellit. Nuk është as makinat, as shtëpit, as punët, as gjë. Për një moment të gjitha ato humbasin. Për një moment. Një klienti imi e bekoi Zoti nga ana ekonomike të paktën, ishte i varfër dhe u bë me restorante dhe me hotelin e Santorini, bleu shumë toka atje në Peloponis dhe përpara një muaj, 2 muajsh kur vazhduan sezonin në Santorini, i thot gruas të tij, dua të bëj një banjë, thot, 67 vjeç dhe nuk doli kurrë nga banjo. Thot nuk ndjej mirë dhe vdiq në vend. Do të shkojë në qiell, të gjendet përpara Perëndis. Por ne këtë e anashkalojmë. Domethënë, unë do të jetoj në përjetësi, Mos që do të jetosh në përjetësi. Këtu duhet të ndreqesh përjetësinë tënde. Të mos kesh gjëra të lëna pas doret dhe të shijosh këtë thesar që na dha Krishti. Të mos kem probleme me askënd, të ruaj zemrën time, dhe nëse kam ndonjë gjë me dikënd, ta zgjidhi. Dhe mbaron, më pëlqen kjo ku thot Jobi, pasi kuptoj të gjitha, sepse edhe ne kur ta kalojmë provën, mësimin, të gjitha këto, pastaj i kuptojmë mirë. Thot Jobi, ja lum njeriu që e kontrollon Perëndia, jo vëllezër, ta kontrolloj vëllai për Perëndia. Do të thot dikush mua nuk me kontrollon Perëndia, përse me kontrolloj njerëzit. Njerëzit në raste të tilla i ka vënë Perëndia që të kontrollojnë. Për këtë arsye mos e përçmo mësimin e të plotfuqishmit, sepse ai plagos dhe lidh plagët dhe i shëron. Dhe në vështirësi ka për të çliruar dhe në fund s'ka për të prekur e keqja. Domethënë del qelik special. Jo qelik që të bësh i fort përpara vëllezërve të tu, jo qelik që të thuash se unë bëj kështu dhe bëj ashtu, jo. Por qelik që të mund të mësosh dhe të tjerët. Një vëlla, dhe mbaroj me këtë. Shkon të vizitoj një vëlla tjetër. Punëtor ishte ai që shkoi dhe shkoi ta shoh një vëlla në besim. Mirë se erdhe vëlla, e shoqja ishte e mrekullueshme. U fut brenda vëllai, u përshëndetën
dhe ul pranë krevatit që të bënte shoqëri të sëmurit që ishte në krevat. Dhe vazhdoi i sëmuri. Vëllai, nuk mund të kuptoj se Perëndia përse më ka vënë në krevat. Unë që isha kaq i mirë, kaq i veçantë, kaq i butë, kaq i shenjtë, kaq. Vëllaja dëgjonte dhe nuk fliste. Një moment erdhi e shoqja, pra motra me çaj të qiraste, dhe thot, Kula, eja këtu, i thot. Ç'është burrim, i thot. Thot, eja të them. Dëgjoje se çfarë thoja? Po, i thot, dëgjoja. Ja pranoje dhe ti, dëshmoje dhe ti, nuk jam të gjitha sa thash. Dhe priti dhe vëlla të thot, motra tani, amin. Kthehet Kula dhe i thot, 40 vjet, i thot, vuaj në duart e tua. Akoma më duhet të vuaj. Tjetër gjë. Shikoni se sa i ngushtë është rrethi. Gruaja ime, fëmijët e mi, kur të mbyllet dera, çfarë figuracionit moren për mua? Kam figuracion të mirë, të mesëm, të keq, lere kishin, këtu në kish kam kostum kullare, po për kur mbyllet dera e jetës time personale, çfarë mendimi kanë të shtëpisë time për mua? Perëndia të na bekojë, vëllezër dhe motra.